janë këngëtarët më të mëdha që i kanë ndodhur shtetit të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Jemi këtu në afërsitë e stadiumit Fadil Vokri, aty ku para pak çastesh ishin në konferencë për media trajneri i Turqisë Vincenzo Montella, po ashtu dhe kapiteni i kombëtarës turke Hakan Çalhanoğlu. Ekspedita e kombëtarës turke erdhi zbarkoi në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë rreth orës 17, ndërsa rreth orës 18 ata bën një ecje në stadiumin Fadil Vokri pasi stërvitjen e fundit para këtij ballafaqimi e kishin bërë në Turqi, domethënë në Stamboll, dhe kanë ardhur këtu vetëm për të inspektuar fushën e stadiumit Fadil Vokri, ndërsa para pak minutash dolën në konferencë dhe trajneri, siç e thënë trajneri Montella dhe Hakan Çalhanoğlu. Trajneri Montella vlerësoi shumë Kosovën dhe tha që është shumë krenar që është trajneri i kombëtarës turke, është 2 vite e gjysmë trajneri i kombëtarës turke dhe ka bërë shumë arritje duke qenë edhe në çerkfinale të kampionatit evropian, dhe tha se cili do që të jetë rezultati i ndeshjes së nesërme, ai është shumë krenar me paraqitjet e futbollistëve të tij deri në këtë fazë, dhe tha që e vlerësoi lart edhe kombëtarët e Kosovës, ku tha që kanë bërë paraqitje shumë të mira për çdo kampanjës kualifikuese dhe me plot merit janë pjesë e kësaj finale të play-offit për një vend në Kupën e Botës. Po ashtu me kombëtarën tonë vlerësoi shumë edhe kapiteni Hakan Çalhanoğlu, që është mes fushorëve të tjerë, një nga mes fushorët më të vlerësuar edhe në botë, ku tha se i përmeni disa nga pikat më të rrezikshme, siç janë dyshja e sulmit, Fisnik Aslani dhe Vedat Muriqi, po ashtu përmendi edhe disa lojtarë që luajnë në Itali, siç ishte rasti i Mergim Vojvodis. Ai tha që ka shumë shok shqiptar, është një përballje shumë emocionale për të, dhe tha që ndoshta edhe Turqia mund të jetë favorit në letër, por në këtë ndeshje nuk luan rol favoriti, por ndeshjen e fiton skuadrat që luan më me zemër, ndërsa në paraditën e sotme në rreth orës 10:30 ishte në konferencë edhe konferenca kombëtare e Kosovës, ku morën pjesë trajneri Franco Foda dhe kapiteni Vedat Muriqi. Foda tha se përkundër faktit që Turqia mund të vlerësohet si një favorit, gjithmonë të ndeshjet finale janë 50-50 dhe natyrisht që do të ishte një arritje shumë e madhe në karrierën e tij si trajner, arritja më e madhe në karrierën e tij si trajner nëse kualifikon Kosovën në Kupën e Botës që do të mbahet gjatë kësaj vere në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Dhe Vedat Muriqi, po ashtu kapiteni i kombëtarës, tha se nuk ka rëndësi se ASHN-ja që është edhe golashënuesi më i mirë në historinë e kombëtarës së Kosovës, por tha mjafton që vetëm të fitojnë dhe unë do të isha njëri më i lumtur në botë, dhe tha që do të bëjnë gjithçka që t'i gëzojnë tifozët që do të jenë nesër të pranishëm në stadium dhe t'u japin atyre lumturinë më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Shumë Florian për këtë lidhje drejt për drejt nga stadiumi.